Ju lutemi lexoni pse kohëve të fundit ju rekomandojmë firmën tona. Të nderuar, me sinqeritet të plot. Këtë që ua themi në vazhdim e bazojmë nga përvoja që kemi me klientët tanë në disa shtete lidhje me pakot me gjitha kanalet dhe ndryshimet ligjore, që janë paraqitur në disa shtetet e Evropës lidhje me PRV dhe censurimet e mundshme që mund të ndodhin në të ardhmen, prandaj e kemi patë arsyeshme me isqaru gjërat në hollësi. Ne rekomandojmë pakon ton a për disa arsye. Burim origjinal i 500 kanaleve, ku 70 janë sportive ku shikoni gjitha kampionatet. Nuk shkel ligjet për antipirateri, sepse përmban kryesisht kanale shqiptare. Funksionon pa VPN kudo në botë. Deri tani asnjëherë serverat e firmës ton a nuk janë sulmuar ose bllokuar nga asnjë shtet. Madje as në Itali ku situata është më ekstreme. 100% më e sigurt për të ardhmen. Me firmën ton aktualisht kemi mbi 2000 klientë ekzistues që 14 vite. Për pakot me të gjitha kanalet pavarësisht ku shua shet, shkaku ndryshimeve ligjore, kohëve të fundit janë paraqitur 2 rreziqe. Prandaj është mirë ta lexoni tekstin deri në fund. Ne personalisht, me pakot me gjitha kanalet nga Pako B, kemi mbi 1100 klientë ekzistues. Nga përvojat me shtete të ndryshme kemi vendos me ua shpalos rreziqet e paraqitura lidhje me kështu paketa me gjitha kanale. Pakot me gjitha kanalet e botës, pavarësisht ku shua shet ne apo tjetër kush. Nuk mund ta luajmë naivin as ne po as ju. Këto shkelin të gjitha ligjet për antipirateri dhe shkaku i thyerjes së ligjeve, prandaj janë paraqitur 2 rreziqe. Rreziku 1. Shteti ose kompanitë e internetit tashmë e kanë më lehtë me bë sulme, dos të cilat janë shpeshtuar kohën e fundit ndaj serverave të PRV, së me gjitha kanalet. Ju intereson pse dhe si bëhen sulmet dos nga shteti ose firmat e internetit ndaj firmave me gjitha kanalet? Deri para pak kohe të gjitha firmat që shesin PRV kanë përdorur një shërbim nga firma clotflare, e cila mbronte serverët e IPTV, ose me fjalë tjera i fshente adresat e PRV. Tash clotflare ka ndaluar mbrojtjen e faqeve pirate. Pas gjobës së madhe që mori nga Italia 17 milion në 2026 për mosbllokim të faqeve pirate, dhe tashmë pakot me gjitha kanalet e botës, thjesht janë pa mbrojtje dhe janë direkt të ekspozuara ndaj sulmeve DOS. Çka është realisht sulmi DOS? Shteti ose firmat e internetit. Meq nuk funksionon clotflare. Tash e kam më lehtë me i sulmu serverat e pakove me gjitha kanalet. Dhe përderisa zgjat sulmi, DOS nuk hapen kanale që sigurt keni qenë edhe vetë dëshmitar, nëse ju ka ndodhur nga përvoja me kështu lloje me gjitha kanale. Do me thënë kur ka sulm DOS, firmat e IPTV-s, të cilat përderisa janë nën sulm DOS, duhet të bëjnë zgjidhje me mënyra të ndryshme për zhbllokim të serverit ekzistues nga sulmi, DOS ose vendosjen e serverave të ri që merr më tepër kohë. Sulmet DOS kanë qëllim goditjen e pakove me gjitha kanalet, sepse këto thënë ligjet e gjithë botës për antipirateri dhe kjo vlen për pakot me gjitha kanalet, pa dallim ku shua shet. Rreziku 2. Së fundmi në disa shtete kemi pa censurim ose kontrollim nga autoritetet se çka mund të shikoni përmes internetit. Të cilin sisteme ka perfeksionuar shteti italian, Piracy Shield, e cila automatikisht e bllokon qasjen e pakove me gjitha kanalet, do me thënë nëse shikoni legalisht PSH. Sky doesn't. Po në rast të censurimit zgjidhje ka dhe bëhet me anë të VPN-s, e cila instalohet vetëm në Android TV ose Android Box. Censurimi i llojit që ka bë Italia ka filluar të kopjohet si model edhe në shtete të tjera. Greqia, Anglia, Suedia, Franca, Spanja, ku disa kompani interneti kanë vendosur censur, jo të gjitha firmat e internetit ende, dhe nuk është për çudi me vazhdu edhe në shtete tjera të Evropës. Nëse je në shtet ku deri tani ju kanë leju me shiku çka të doni përmes internetit, por nëse shteti ku jetoni e vendos në funksion censurimin total, sikur që e ka vendos Italia, atëherë pakot me gjitha kanalet harrojeni se do punojnë pa VPN. VPN ndihmon vetëm në rast censure, do me thënë anashkalon vetëm bllokimin e autoriteteve. Rekomandimi ynë për pakot bë me gjitha kanalet nëse insiston t'i marrësh, pavarësisht për kujt i bleni tash e tutje, me që nuk funksionon clotflare. Ne ju themi.
Blej Android TV ose Android Bots me Google Play Store. Vetëm në Android instalohet dhe aktivizohet VPN lehtë. Në rast censurimi total si në Itali, VPN e zgjidh problemin e censurimit, por nëse ka sulm dos ndaj serverave të kanaleve, as VPN nuk ndihmon. Të nderuar, përbes jo rastësisht kemi arritur mbi 3000 klient me krejt platformat. Sepse thjesht kemi zgjedhur me qenë të drejtë për drejt lidhje me rreziqet e reja për pakot bë me gjitha kanalet. Ne veprojmë me moto më mirë me ua thënë të vërtetën, ashtu si është pavarësisht a ju përshtatet. Klienti është ai që zgjedh se çka dhe prej kujt blen, por kur sillni vendime se nga kush bleni, është mirë të bazoheni në informacioni lidhje me rreziqet 1 dhe 2 që ua sqaruam. Besoni konkurenca nuk i tregon këto rreziqe që ua cekëm. Mund të paramendoni arsyen pse nuk u tregojnë. Për mbledhje e shpejtë. Pa koha e sigurt, pa problem, punon pa VPN, nuk ka rrezik gjobash. Pakot bë rrezikohen nga sulmet DOS dhe rrezik censurimi nga shteti kompanitë e internetit sikur rasti i censurimit nga Italia. Por ky rrezik censurimi anashkalohet me VPN në Android Bots. Me respekt, Alb Smart.